Nëse vota do të ndryshonte gjë, ata do ta bënin të paligjshme. Frank Abagnale ishte vetëm 18 vjeç kur filloi të bënte realitet ëndrat më të pamundura. Në 3 vite falsifikoi çeqe e diploma, duke jetuar si mjek, pilot apo avokat, gjithmonë një hap përpara agentit të FBI-s Karl që e ndoqi këmba këmbës. Përfundimisht i arrestuar, Frank u bë i mjaft i nevojshëm në zbulimin e mashtruesve të tjerë, saqë FBI-ja i dha lirin në këmbim të mendjes së tij prej falsifikatori gjenial. Historia frymëzoi Hollywoodin për filmin Catch Me If You Can me Leonardo DiCaprio. Në 2 javë, në Tiranë, u rinumëruan më shumë se 1200 kuti votimi pas hijeve të dyshimit për tjetërsim vote nga kandidatët e opozitës. Nën kërkesën e tyre, po tentohej të zbulojë masakra e ngjashme në kampin e mazhorancës për 2 kandidate. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve konfirmoi në fund se s'ka trafikim por lëvizje votash si gabim njerëzor i paqëllimshëm në një proces korrekt.